Rikthehemi, jemi gati tani për të nisur me recetën e dytë. Kemi recetë të shijshme, të shpejtë, me perime, me patlıxhan kryesisht. Ti lexoj fillimisht produktet e saj dhe më pas do të bëhemi gati për ta gatuar hap pas hapi dhe ju për ta ndjekur nga shtëpitë tuaja. Patlıxhan me speca, domate dhe erza. Ju duhen për këtë recetë 4 patlıxhan të gjatë, 2 lugë vaj lule dielli, 2 speca të hollë, 1 qep mesatare, 3-4 lugë vaj ulliri, 1 karot, 6 thelpinj hudhër, 4 gjethe dafine, 3 deg borzilok, 3 deg koper, 2 domate të qëruara, 1 lugë e vogël krip, 1 majlugë sheqer, gjysmë filxhani ver e kuqe, piper të zi 12 kokra dhe stika pishe, 2 lugë gjelle stika pishe. Kjo është lista me produktet për patlıxhanët e sotëm. Kemi nisur me skuqjen e tyre. Po, patjetër që i kemi qëruar lëkurën, e kemi hequr lëkurën, dhe kam qepët e bardha, sikur se lash edhe në 4 koka qepësh të njoma. Në vend të stikave, se stikat janë opsionale, se jo gjithkush i ka, shumë mirë mund të vendosni susam. I jep një shije shumë të mirë. Susam i pjekur jep një shije shumë të këndshme. Pra, farat edhe bimët aromatike patjetër që janë të domosdoshme në përdorimin e ushqimit. Do thoni ju po dikur, s'kishim edhe televizor, s'kishim edhe radio, dikur, po ja që... Edhe i përdornin, po edhe nuk ja u dini shumë. Patjetër që evolon gjithçka. Patlıxhanët e zëvendësojnë shumë patlıxhanët 1 edhe pudha 2 e zëvendësojnë shumë mirë mishin. Mua nuk më duhet që ti skuq patlıxhanët thjesht derisa të marrin atë ngjyrën e errët, nuk na duhet atë ngjyra e errët, na duhet të zbutura. E tillë. Sa ja marr mend pak në vaj të shumt. Kjo është arsyeja që ne do të përdorim 2 tigan. Kem mbaruar me patlıxhanët. I lëmë njan. Dhe marr tiganin tjetër. Në të cilën do të kaurdisim apo skuqim pak, zbutim qepën dhe më pas perimet e tjera. E lë dhe direkt dihet që tani tregu ka këto perimet shumë ngjyrshe dhe receta me patlıxhan kemi sjellë dhe vazhdojmë të sjellim, ndoshta mund të themi se patlıxhani numëron më shumë receta, si të mbushura, si të skuqura, si në tavë, si në kombinime të ndryshme, si salcë patlıxhani. Pra, një nga perimet që të frymëzon për të përgatitur receta të larmishme dhe shumë prej tyre i keni edhe në YouTube-in tonë, në kanalin tonë në YouTube Breze Dielli. Kemi sjellë variante të ndryshme, siç e thash, të mbushura, të pambushura apo në raste të tilla. Sot e sjellim të kombinuar shijen e tij me specat. Shtoj pak sheqer, pakës krip. Pakës ujë. Dhe e lë të përthith pak lëngjet. Më duhen 6 thelpi e kombinon shumë mirë shija patlıxhanëve me hudhra, duhen hudhra të plota, të mëdha. Tulli tyre? Jo më kot, turshit e patlıxhanit janë një ndër më të mirat sepse ka më shumë hudhër. Hudhra. Pra, hudhra luan një funksion që dhe ta konsumosh.
Në të tjerët për shembull ne e largojmë hudhrën, kurse tek patlıxhani ne e konsumojmë. Shumë i mirë patlıxhani kur është i vogël për gliko. Po, fermentarët. E kanë në listën e tyre të recetave të likove, bashkë me fruta perimet e tjera. Hudhra nuk më duhet të jetë e prer imët. E shtoj të dytën në radhë duke përjashtuar skuqin e patlıxhanëve. Bashk me hudhrat shtoj dhe karotat, sepse karota është perimja e fortë që i duhet më shumë kohë të zjej. Atere, bëjmë një përzierje shumë të mirë, të avasht, jo të nxituar, po nxitove, mbaroj ushimin. Ngritet temperaturën, i përfitet të gjitha lëngjet që kanë perimet dhe sërish shtoj pakës uja. Pak nga pak. Uj aromatik. Po. Bravo. Uj aromatik qërët kjo, se ka të gjitha aroma, se po të kishim vetëm majdanozi, mund të thoshim uj majdanozi, apo uj koperi, uj energjiku. Këtu i kemi të treja në një enë, kështu që i jep edhe aromë të mirë gatimit. Edhe borziloku që... Kam gjethet e borzilokut. Kush e ka fatin ta ketë në obor, mirë. Kush nuk e ka, në treg është shumë i shtrenjtë. Kilja borzilokut, me thënë drejtën. 3 deg janë 600 lekë. Më shumë, më ranë mua. 3 deg. Sepse është i importuar. Kush e ka mbjell dhe ka aty në bagje në balkon, është me fat. Pa tjetër dhe borziloku është me varietete. Pra është kjo që është gjethe madh, është gjethe vogël, është pa tjetër dhe në ngjyrën Leila si ngjyra e patlıxhanit. Po, është shumë e mirë. Është më shtrenjtë. Unë kam në baçe. E ke në baçe. Edhe këtë nuk e dira se s'ishte mora vesh 3 deg 600 lek. Por, me ju kam thënë që ne kemi dhe një baçe këtu. Kemi dhe një baçe këtu që ka gjitha erzat. Të gjitha këto janë baçe. Është më delikat borziloku. Duhet të ujitet shpesh, fahet më shpejt, ndryshe nga bimët e tjera. Ndaj edhe është më i shtrenjtë. Gjithsesi, 2 deg të vogla, 3 të tilla, ju duhen për këtë recet. Është diçka që nuk qëndron aq gjatë në atë ngjyrën e vet të klorofilt, i jep aromë fantastike gatimeve, edhe kur bëjmë ato pastat, edhe në ujë borziloku. Në ujë është akoma dhe më mirë, është shërben shumë mirë për largimin e mushkonjave. Mushkonjave, po. Borziloku, rozmarina, dafina janë 3 produkte që ne nëse i përzijem me uthull ose me kafe, jemi të fituar. Dhe fituar unë jam kur shtoj verën e kuqe ose në të kundërt, ja, po iki me hapa të avasht, të tërgoj dhe fustanin tim që kam vesh. Kemi këtë pontin ton që nuk na braktis asnjëherë për të gatuar dhe për të shtuar shije recetave tona, siç është dhe ky densiteti kremos me një eksperiencë qindra vjeçare në fakt, një ndërthurje bukur e traditës së vjetër, përgatitjes së acetove, salcave të ndryshme, dhe Teuta është kujdesur që pontin ta sjell edhe në vendin tonë për ne konsumatorët që konsumojmë salcën e sojës, aceton balsamike, uthullën e të tjerë, ja sipas glaseve të ndryshme që ponti ka në dispozicion. Shtoj. Ja shtuam këtë mas. Domateve u kam hequr lëkurën. Mbizotëron aroma deri tani e borzilokut. Shtoj masën e kripës. Shtoj gjethet e dafinës. Pra nuk shtojmë ajde çfarë bibësh kemi dhe i shtojmë në tenxhere. Patjetër që duan, po si matematika që kërkon një llogaritje, edhe aromat këtë kanë. Duan një llogaritje. Për shembull, se kombinojmë dot borzilokun me energjikun, se të dyja kanë aroma të fuqishme dhe do
zgjedhim të mbizotëroj njëra apo tjetra. Tani do të shtojmë specat. Shtoj specat, se specat përse nuk i skuqa. Unë e kisha vajin. Nuk i skuqa sepse duhet të jenë të tilla dhe shija të mbetet pak më e fortë e specave. I kam prerë njësoj si patlıxhanët gjatoshe. Tjetër që më duhet të zjenë dhe shtoj piper ose bahar. E kam thënë që bahari ka një ndryshim nga piperi, sepse është kokra më e madhe. Pra, është kokra më e madhe, ja. Gjanë në madhësi me kokrën e murizit. Po, ja. Ja shtoj. I japin një aromë shumë të mirë. Dhe në bashkëpunim me gozhët e karafilit, kur ne bëjmë salsa, është gjëja më e mirë. Ka një aromë të mirë duke u kombinuar edhe me erëza të tjera, po edhe duke qëndruar ashtu më vete, pra shtuam edhe specat. Në fund fare, sa po specat të zbute. Dhe patlıxhanët. Sipër. Dhe një gjellë verore në qonë, kjo recet, që konsumohet edhe ftohtë, edhe përgatitet një ditë para për ditën më pas. Edhe në formë mezeje mund të jetë. Dhe është kryesore, është meze kryesore. Bukur. Pra, meze kryesore buke me i godver, apo raki, faqore raki, me pak bukë të ngrohtë apo me bukën e misrit, bëjmë edhe njerë një përsëritje, sepse ne përfunduam këtë recet dhe po presim që ta servirim bashkë me recetën tonë të parë, patlıxhan me speca, domate dhe erza. Ju duhen 4 patlıxhan, 2 lugë vaj, 2 speca, 1 qep, vaj ulliri, karot, hudhra 6 thelpinj, gjethe dafine, borzilok 3 deg, koper gjithashtu, domate të qëruara, 1 lugë krip, 1 majluge sheqer, pak verë të kuqe, gjysmë filxhani, piper të zi bahar, ndoshta, ishte më mirë, më e preferuar për këtë recet, dhe stika pishe ose fara susami, të cilat ne do t'ja shtojmë në fund fare, pasi të jetë përgatitur edhe speci bashkë me patlıxhanin. I kemi dufta për t'ja shtuar të pjekura, me njerë pas publicitetit tani, do të rikthehemi për t'ju treguar një tjetër recet. Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit të gatimit për të vazhduar me recetën e patlıxhanëve, të cilën me sa po shoh e kemi drejt fundit, ka përfunduar kaurdisja, zbutja dhe aromat janë shpërndar gjithandej. Do t'i shtojmë në fund fare edhe fara susamit të pjekura për t'ja shtuar shijen. Në fara të susamit nuk shtojmë vaj, sepse kanë vetë vaj dhe dihet që nga vaj i susamit ne bëjmë krijohet tahini, që është salsa e duhur. Por i pa pjekur përdoret vetëm në ëmbëlsira dhe në disa raste kur ne për shembull e vendosim në furrë sepse nuk na duhet një dubël pjekje. Cila është dubël pjekje, double pjekje. Po. Mirë shkon. Unë e dim që i përdorim vetëm për këto shijet fantastike që jep në fund, sepse do ta shohim nga pjekja, nga aroma që lëshon susami kur piqet, ja shton atë shijen patlıxhanëve, por duke ditur që janë fara të shëndetshme, janë super ushqime, që themin e bashkë me shumë fara të tjera, që Teuta është kujdesur për t'i sjellë dhe për t'i njohur në fakt, për t'i përdorur sistematikisht në rutinën tonë, të pasura me fibra, të pasura me proteina bimore, nëse përdoren në mënyrë sistematike apo të rregullt, ndihmojnë dhe kontribojnë në përmirësimin e kolesterolit, gjithashtu duke patur fibra, duke patur proteina, na ndihmojnë në forcimin e muskujve, na mbajnë më të ngopur, kështu që kemi dhe plot receta. Mjafton këto afara të cilat s'të prishin punë në çdo gatim që ti shtosh. Nuk ka ndonjë, vinë me një aromë të lehtë fare, nuk kanë shije të fortë që mund të ndikojë tek gatimet e tjera, kështu që është shumë e mirë për ti. Si fillim ka lindur në recet ka lindur te buka. Vendoseshin sipër bukës. Më pas u pa që jepte një shije të këndshme, e filloi të vendosej edhe brenda në brumë, më pas në sallata dhe në gatime të ndryshme. Pra ka një shije tepër të veçantë dhe
Kryesore. Ajo hallvasia që ne kemi pasur shumë qef. Kjo është lënda kryesore. Po. Kjo është lënda kryesore. Që bëjsim ato fjetet xhamit. Edhe pak. Kremi tahinit që kemi sjellë gjithashtu, që edhe ai na shërben pastaj për përgatitjen e humusit me qiqra apo me produkte të tjera, kombinime të tjera. Gjithsesi, për këto farzat që janë dhe dy ngjyrsha, po jo, dhe janë dhe është dhe susami i zi. Po, por që nuk Po e të ka lexoni atë ka shumë përdorimin njësoj benefite. si susami i bardh. Po. Pra është pak më penalizohet pak. Për susami i bardh e ka pothuajse në të gjitha gatimet, kurse susami i zi jo. Nuk piqet susami i zi, ka një shije pak më të idhët dhe nuk është kaq vajor sa Po. ky susam. Tani e kam në rregull, nëse ju për shembull merrni pakon, patjetër vendoseni në tava, piqeni me një nxehtësi shumë të pakët dhe ja ku keni rezultatin. Krijohet amam, shikon, fillon edhe po ta lënë të tillë kështu për shembull, pa e hapur, krijohet në formë celule, se mblidhen. Ktu unë do të shtoj e tham që Në kemi pritje ndoshta edhe të pites, por të mbarojmë një herë ndoshta me kajsit. Dhe ju servirim më pas edhe. Kjo është ajo receta, ajo mezeja me një pirun që konsumohet shumë mirë dhe ftohtë. Kujdes se është e nxehtë ajo, mund t'ja shtosh siç e ke. To farzat që ngjiten pas perimeve tani dhe bëjnë vërtet diferencë në shije dhe duke i shtuar vlerat në çdo gatim. Te sallatat mund të shtojnë farat e susamit, pjekura apo të papjekura, në smoothie, në përzierje me kos e të tjera. Në byrek, te pitja gjithashtu që bëm me qepët e njoma, pse jo dhe në sipërfaqe mund të ishin fara të tilla. Ka vend për të përmirësuar shijen kudo. Thjesht për dekor. Duhet të dim gjithmonë që kur ne duhet të përdorim dekorin, çdo gjë duhet jetë e ngrëndshme. Lulet, bimët. E sjellim. Këtu dhe në Kjo fund është fare, pjata. në fund fare, Kjo është pjata e patlıgjanëve me speca. Besoj gjithmonë duket mirë, me një ngjyrat, spërkati me vaj. organizuar e shishme. Dhe lëm deri këtu.